Bresha e Italisë nuk është vendi me emër për një politikan amerikan të turpëruar që të bëjë një rikthim triumfues, por kur Paul Manafort u shfaq në një aktivitet politik atje në prill, më pak se 5 vjet pasi dënimet e tij për krime financiare dhe lobim, si dhe për manipulim dëshmitarësh, u fshi nga një falje e presidentit Donald Trump, kjo shënoi përfundimin e një udhëtimi të papritur nga ndërmjetësuesi i lartë global në të burgosurin federal dhe anasjelltas. Manafort ndodhej në qytetin industrial në periferi të Milanos me një klient të ri, në emër të cilit po përpiqej të realizonte një transformim politik që të ngjallte disa nga projektet e viteve 80, të cilat e bën atë një figurë pothuajse mitike në botën fitimprurse të konsulencës dhe lobimit të fushatave të huaja. Në ato ditë, Manafort bëri emër duke ndihmuar në pastrimin e reputacionit të figurave të huaja të njollosura me gjak, të cilat ja shiti Washingtonit të Ronald Reaganit si aleat të luftës së ftohtë, por është një epokë e re në Washington dhe tema ka ndryshuar. Në vend që të fitojë mbështetjen e një administrate amerikane duke i paraqitur klientët e tij si mbështetës antikomunist, ai po i pozicionon ata si shok në luftën e Trump kundër elitave globaliste dhe të shtetit të thellë. Sali Berisha, një ish president dhe kryeministër i Shqipërisë, cili ishte sankcionuar nga Departamenti i Shtetit i SBA-s për korrupsion të konsiderueshëm dhe ishte akuzuar në një rast korrupsioni në vendin e tij, po kërkonte një rikthim në pushtet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Duke kandiduar si kreu i opozitës konservatore kundër Partisë Socialiste në pushtet të kryeministrit Edi Rama, Berisha e kishte rishpikur veten si një viktimë të ngjashme me Trump, e një gjuetie shtrigash nga rivalët vendas dhe globalistët e krahut të majt, përfshir investitorin miliarder George Soros dhe administratën e ish presidentit Joe Biden. Mesazhi, sipas dy personave të njohur me këtë përpjekje, u formësuar shumë nga Manafort. Loreni Munjan, që për vite me radhë, Berisha kishte qenë një internacionalist i deklaruar dhe mbrojtës i NATO-s, i cili kishte shprehur vlerësim për Sorosin dhe kishte kultivuar marrëdhënie si me George Bushin, ashtu edhe me Bill dhe Hillary Clinton. Në Brescia, në një takim të emigrantëve shqiptar që pritej të votonin në zgjedhjet e ardhshme, përpjekja e Berishës për t'u lidhur me një president amerikan, i cili ishte shfaqur si udhëheqësi jo zyrtar i një lëvizjeje populiste të krahut të djathtë, u vu në dukje nga dy agjentët që u pan duke e shoqëruar në rreshtin e parë të një turme, mbështetësit e së cilës palvitnin flamu italian dhe shqiptar, si dhe ata me emblemën e partisë politike të Berishës. Në të djathtë të tij ishte bashkmenaxheri i fushatës së Trump të vitit 2024, Chris LaCivita, i veshur me një xhaketë kostumi blu të çelët, pak të rrudhur me një kravatë që i varrej mbi barkun e tij të bollshëm. Në të majtë të Berishës, dukej në formë të mirë me një kostum blu të errët të qepur në mënyrë të përsosur, me një kravatë të kuqe dhe një buzëqeshje të sigurt në një kokë me flokë të trash argjendi, të krehur mirë, Manafort. Nëse ndonjë nga votuesit e mundshëm në turm kishte probleme me historinë ligjore të agjentit dhe faljen gjerësisht jo popullore, nuk është e qartë nëse ato u shprehën publikisht. Shfaqja disa ditë pas ditëlindjes së 76 të Manafort ishte ndoshta manifestimi më publik i një shtytjeje për të nxitur biznesin që filloi jo shumë kohë pasi ai u fal nga Trump. Manafort ka eksploruar mundësinë të bërit punë të lidhur me zgjedhjet, mes tyre një miliarder francez që ka mbështetur politikan anti-imigracion si Marine Le Pen dhe një kryetar bashkie ultrakonservator peruan, i cili po synon një fushat presidenciale vitin e ardhshëm. Në muajt e fundit Manafort është konsultuar gjithashtu me partinë e Milorad Dodik, autoritarit pro-rus, i cili ka shërbyer si president i terrorit vetqeverisës ballkanik të Republika Srpska. Manafort u angazhuar për të ndihmuar në përgatitjen e zgjedhjeve, sipas 4 personave të njohur me punën e tij. Përgatitjet erdhën ndërsa Dodik kërkoi ndihmë nga Trump për të shmangur presionin në fronte të shumta. Qeveria e Dodik kishte rekrutuar një numër aleatësh të Trump për të bindur administratën amerikane të ishte sanksione dhe të tërhiqte zbatimin e marrëveshjeve të Daytonit, ashtu si Manafort bëri me Berishën. Mbështetësit amerikanë të Dodik e kanë cilësuar atë si një shënjestër të institucioneve të lidhura me demokratët që synojnë ta ndëshkojnë atë për guximin që t'i sfidojë ato. Konsultimi i Manafort në Srpska, i cili nuk është raportuar më parë, u përqendrua në politikën e brendshme dhe jo në sanksione apo çështje gjyqësore, sipas njerëzve të njohur me të. Përpjekjet duket se janë lënë arrest në fund të muajit të kaluar kur Dodik bëri lëshime ndaj një vendimi gjykate që kërkonte shkarkimin e tij nga posti i presidentit. Edhe pse vazhdoi të sinjalizonte se ende e konsideron veten president, ai njoftoi gjatë një paraqitje në Rusi se po emëronte një besnik, i cili është gjithashtu nën sanksione të SBA-s, si kandidatin e preferuar të partisë për ta zëvendësuar atë në zgjedhjet e jashtëzakonshme muajin e ardhshëm. Manafort tha se konsultimi i tij me partinë e Dodik nuk kishte të bënte fare me përpjekjen për të ndikuar në politikën amerikane. Në prag të zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, pati disa zëra se Departamenti i Shtetit mund të jepte Berishës një përjashtim që do t'i lejonte atij të udhtonte në SBA pavarësisht sanksioneve. Do të kishte qenë një surprizë që aleatët e Berishës parashikuan se do ta çonte drejt fitores, duke pohuar narrativën se ai kishte lidhje në nivelet më të larta të administratës Trump që mund ta ndihmonin Shqipërinë.
përveç se nuk ndodhi. Sanksionet mbetën në fuqi dhe Berisha humbi keq. Partia e tij siguroi më pak se 1/3 e votave, më pak se performanca e saj në zgjedhjet e fundit, ndërkohë socialistët përfunduan me më shumë se 53%, duke zgjatur mandatin e Ramës si kryeministër. Jo të gjithë ishin aq bujar. Berisha dhe ekipi i tij nxorën një tjetër faqe nga libri i strategjisë së Trump, duke pretenduar se zgjedhjet u manipuluan nga socialistët. La Civita e përforcoi pretendimin, ashtu si edhe firma lobuese e punësuar nga aleatët e Berishës. Një rinumërim i kërkuar nga partia e tij gjeti vetëm gabime të vogla në numërimin e votave. I pyetur nëse ishte dakord me pretendimin se zgjedhjet u manipuluan kundër partisë së Berishës, Manafort nuk u përgjigj. Teknikisht, kontrata midis partisë së Berishës dhe La Civita është ende aktive, por nuk është e qartë nëse udhëheqësi i opozitës shqiptare, i cili sapo mbushi 81 vjeç, do të bëjë një tjetër kandidaturë për kryeministër.